Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanbila fi kulli sunbulatin mi'atun habat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shembulli I pasurisë së atyre që japin në rrugën e Allahut është si I një kokre që mbin 7 kallën, në secilin kallën 100 kokra. Allahu ja shumë fishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar I madh, I gjithdijshëm për qëllimet e atyre që japin. Të dhënurit në rrugën e Zotit. Surja Bekare ajeti 261 e shpjegon mjaft bukur pra se çfarë peshe të madhe ka bamirësi dhe ai që jep në rrugën e Allahut, se si Allahu ja shumë fishon bereqetet dhe pasuritë, andaj ata që japin në rrugën e Krijuesit ka si haricje dhe lajme të mira për ta.